Në Korçë u zhvillua një trajnim nga Faktoje në bashkëpunim me nismën Bashki të Forta, me fokus rritjen e kapaciteteve të gazetarëve lokal dhe përfaqësuesve të shoqërisë civile. Aktiviteti synon përmirësimin e aftësive për të monitoruar dhe analizuar të dhënat e performancës së bashkive, si dhe për t'i komunikuar ato në mënyrë të qartë për publikun. Çdo vit nxjerrin raporte të reja dhe Faktoje tashmë po përpiqet që të zbërthejë këto raporte, gjetjet e këtyre raporteve për gazetar lokal, për organizata lokale të shoqërisë civile, në mënyrë që të njihen me mënyrën e ndërtimit të këtyre raporteve, përmbajtjes tyre, si mund t'janë analizojnë më thellë dhe si mund t'i përcjellin në publik në gjuhë më të kuptueshme për qytetarët ato çfarë në fakt janë gjetje që janë me relevancë për ta vetë. Roli gazetarëve lokal mbetet kyç në informimin e qytetarëve dhe në forcimin e transparencës së institucioneve vendore. Janë ndërmjetësuesit lokal, janë ato që janë të aftë dhe kanë kredibilitetin në zonat dhe në komunitetet e caktuara për ta përcjellë atë informacion që ndonjëherë duket i largët për qytetarët, duket i pakuptueshëm, e kompleks, domethënë, pavarësisht se është i rëndësishëm për ta. Kështu që gazetarët e mbushin këtë boshllëk, këtë ndërmjetësim mes qytetarit dhe studimeve për t'i bërë që ata ta kuptojnë dhe ta shohin se si lidhet jeta e tyre personale apo komunitare me punën që bëhet përmes këtyre programeve. Pjesëmarrësit u trajnuan mbi përdorimin e raporteve të performancës, përfituan mentorim profesional dhe mbështetje me të dhëna publike, ndërsa u njohën dhe me mundësinë për të zhvilluar artikuj investigativ.